lidhja demokratike kur u formua, edhe Hajrushi ishte njërin prej themeluesve të lidhjes demokratike në Suarek. Okej. Edhe na ishim edhe si familje të... Po. Edhe jam taku, edhe se harroj asnjëherë kur më ka pa për herë të parë, thau, sa mirë. Në cilin vit? Tha, 89-90, ku me ditë. ka qenë 91-2. Okej. Dhe më ka thonë që më vjen mirë, je kaq e re dhe je bo emër klasik. E vërtet. Nuk e harroj. A kështu e tha? Nuk e harroj këtë Frazë. vendim. Wow. Ka që re dhe emën klasik. Emën klasik. Aha. Për mua ishte emocion që e takua. Sepse ka Ne kemi qenë pas- mbetet një emën Unë kam qenë vitin 1990, jem regjistruar në vit parë në gjimnaze, kemi pas një autobus që udhtonim prej Imirit në Klinë, se unë jetoja në Imir, në farfshati aty. Edhe në autobus se më na njeken pi Klinës, se u prishën shkollat e këtë, ama mi më thonë që një vjet veç kasetën tonë e ka lëshu shoferi autobusit aty, do më thonë në konga qaja e në streze po më duket. A konë qaja ku? 90-ën ka qenë në Terezë. 90-ën, dhe më thonë, veqin rëjke kasetën, here që të krike tonë, here që të kënonën tjetër, dhe më thonë, krejt kongë për menëshin, së ishëm, po edhe kanë qenë të bukra që ato kongë, me tregu drejt. Kanë qenë bukra, kanë pas mesazh. Unë kur futna në Spotify, për shemëll, pëlqejnë edhe këtu, po tash, për shemëll, mora fjallë, si kur ti që bëthu, po i vjen njëra rete, se sa, di shkir ka njëra thu, shape nolin pak që të kongë, se të në me na lujt. E ma ne i lip jo në këtë tjetra, të më thonë, janë fantastike ajo. Kush i ka bo që atë kongëve, kush i ka komponua, kush i ka tekstin, kush i ka shkrua? Unë në 90-ën na kemi bo kasetën Qëndro. Mirë po, para Qëndro, 90-ës po. ishte Kosovë Nana ime. Po. 89-ës. Qatë shpejt i qitë dyja, Sepse kërkën të nevoja. kur doli konga Kosovë Nana ime, ajo kasetë është 1 milion kopje. Mos. Original kanë shku. E mos flas shitjes të shitje pastaj. E kush e konë, si më thonë, kompania që e ka qitë? Kompania që e ka qitë ka qenë Kosovafonia e Hamdi Lugaxhiut. Okej. Ka qenë Po një themen për di. producent i një fshatit afër neve. Okej. Edhe nuk e harroj me Kosovën Naime, kemi shkuar për një koncert kështu në Mitrovic, asnjëherë se harroj një zotëri aty që shitte kaseta. Edhe tha, shkurt, a je shkurt ja po, si je, si kalon, a bën për një drek me ta qitë. Thash, faleminderit shumë, po jam me punë. Allah ile bo më halal se i ku morë do kaseta tua dhe me një farforme i kishte... Pirate. Po, Po. pirateri, edhe thash se po i moj familjen me shto. Thash halal të këpur. Me halal. Thash e drejken e bërreja tjetër. Po. Dhe më thonë ka pas shitje, ka pas që nuk përsëritën më.